you know, it's as a declaration. It's nice, you know. Si njohje But what is a Palestinian state? është What diçka, are its borders? çfarë është një shtet palestinez? Ku janë kufijtë e tij? Cili është kryeqyteti i tij? Regime wants a country, state. Are they capable of running a state? A janë ata në gjendje të menaxhojnë një shtet? A do të kenë ata ushtri? Apo a do të jenë armiqësor ndaj Izraelit? Këto janë pyetje që nuk janë bërë. Nëse ka një shtet, ka një njohje, dakord, që mund të vinë nga presionet e brendshme. Kanadaja ka problemet e veta, Franca po ashtu, edhe Spanja. Të gjithë kanë probleme të brendshme, si për shembull emigracioni, ekonomia apo të tjera. Por ata nuk kanë njohuri për çështjet e tjera dhe vendosin të njohin shtetin palestinez. Kush është ky shtet palestinez? Ku janë kufijtë e tij? A është një shtet demokratik? Ju keni një vend që synon të bëhet antar i NATO-s, Kosova, që është njohur nga mbi 100 vende, por jo të mjaftueshme për të antarësuar në OKB. Kosova, dakord, por shteti palestinez është absurd. Prandaj, të më falni, nëse tregojmë sarkastik ndaj këtyre deklaratave. Megjithatë, profesor Hamovic, në këto ditë të vështira, duket sikur qasja e vjetër ndaj zgjidhjes së mosmarrveshjeve, pra zgjidhja me dy shtete, mbetet e vetme dhe ka filluar të ringrihet. Madje së fundi, po diskutohet që Tony Blair të jetë në krye të institucioneve që mund të drejtojnë Gazën. A është e pranueshme kjo për ju? Së pari, duhet të flasim për ditën që vjen më pas. Dita që vjen më pas është se çfarë do të ndodhë në Gaza. Kur u intervistova më parë nga kanali juaj, thash se disa forca të jashtme, nga Kombet e Bashkuara apo BE, do të marrin në drejtim Gazën dhe do të rindërtojnë atë. Me shumë vende që pritet të kontribuojnë. Dhe ideja për të sjellë Tony Blair mund të jetë një ide e mirë. Unë i uroj atij shumë fat, por mendoj se ka shumë shanse që ai të dështoj, dhe ju them edhe pse. Për të arritur paqen, duhen që të dyja palët ta duan atë. Izraeli dhe hebrejt kanë shumë lëvizje, shoqata për paqen, dhe kur flasin për paqen, janë serioze, por ku janë lëvizjet paqësore palestineze? Ku është populli palestinez që të deklarojë se duan të bëjnë paqe me Izraelin? Ata mund të vriten nga vetë njerëzit e tyre, nga Hamasi. Përreth nesh, ka njerëz që thonë le të bëjmë paqe me Izraelin, si për shembull në Liban dhe Siri.
sepse kjo është gjëja më logjike për të bërë. From the technology, from the whatever we can give to the world. Mund t'i japim shumë botës, por indoktrinimi i tyre është që të na luftojnë, që të ngrihen kundër zionizmit dhe cilat do terma që ata përdorin. Dhe do të citoj një ish kryeministrin ton që thoshte, nëse armiqtë tanë do të ulin armët, atëherë do të ketë paqe. Nëse ne ulim armët, ne nuk do të ekzistojmë më. Dhe ky ekuacion duhet të thyhet. Njerëzit përreth nesh duan të na eliminojnë neve dhe përderisa kjo të vazhdojë nuk mund të ketë paqe. Ndaj ne duhet të vazhdojmë të vetëmbrohemi. Për fatin e tyre të keq, ne jemi më të fortë. Ndaj më shumë njerëz vdesin atje sesa në Izrael. Qartë. Po, sikur se tha një lider i tyre në Gaza, labor and 50,000 women in